Askush në familjen Hyseni nga fshati reamnisht I komunës së Vitis në Kosovë nuk e kishte menduar që një ditë djali më I vogël në këtë familje Arsimi do të emigronte për të mos u kthyer më. Prej 3 vitesh, në këtë familje gjithçka është ndryshe. Arsimi ka krijuar bëshllëkun që asnjë nga djemtë të tjerë nuk e plotëson dot. I shtyr nga kushtet e vështira ekonomike dhe nga përgjegjësia që kishte si baba, në moshën 25 vjeçare ai vendosi të marrë rrugën e kurbetit. Në vitin 2004 ai nisi drejt Slovakisë dhe Bratislava ishte vendi ku filloi të ndërtonte jetën nga fillimi. Vështirësitë e para nuk e ndalën Arsimin për të përmbushur qëllimin që I kishte vënë vetes. Shumë shpejt, jeta e tij filloi të merrte tjetër drejtim. Me sa duket njoja me disa bashkëdhetar nga Kosova dhe Maqedonia, ja lehtësoi qëndrimin në këtë qytet. Tashmë ai kishte një shtëpi ku të strehoi dhe një punë. Edhe pse larg prindërve të tij dhe familjes që kishte krijuar, Arsimi përpiqej me aq sa kishte mundësi t'i niste ndonjë pako të afërmve të tij. Kjo situatë larg njëri tjetrit vazhdoi deri në vitin 2007, kur Arsimi kthehet pranë familjes, për arsyeën e vetme se kishte përfunduar afati I lejes së qëndrimit në këtë shtet. Tashmë Arsimi ishte kthyer pranë familjes, por sërish e mundonte ideja për t'u larguar. Vendlindja e tij nuk I ofronte asgjë për momentin, edhe pse në profesionin e tij të mëparshëm ai kishte qenë polic. Në vitin 2009, ai largohet përsëri, por këtë herë I premton bashkëshortes se sapo të gjente një punë më të mirë e të fitonte ca para, do rikthehej sërish pranë të afërmve në Kosovë. Por parashikimet e tij nuk dolën ashtu siç ai e priste. Me të mbërritur në Slovaki, ai mori vesh se e kishte humbur vendin e mëparshëm të punës dhe banesën ku kishte jetuar. Në telefonatën e fundit që pati me bashkëshorten e tij në datën 2 korrik të vitit 2010, ai I tregoi se përkohësisht po rrinte në një hotel, derisa të gjente një punë. Kjo ka qenë edhe hera e fundit që familjarët ja kanë dëgjuar zërin. Lajmin për zhdukjen e tij, familja e mori nëpërmjet një shoku të Arsimit. Emrushi, njëri prej vëllezërve, niset tehet I shqetësuar drejt Bratislavës për të mësuar të vërtetën. Në hotelin ku kishte qëndruar Arsimi, vëllai arriti të siguronte pamjet e kamerave të sigurisë. Aty shfaqej Arsimi I cili krejt normalisht linte hotelin në orët të para të mëngjesit. Më pas, asgjë. Me gjithë shpresën që pëshuat pak e nga pak, familjarët e Arsimit ngren shumë pikpyetje për humbjen e njeriu të tyre. Çfarë ka ndodhur me Arsimin? Ku shkoi ai pasi u largua nga hoteli? Bashkëshortja dhe 2 vajzat vazhdojnë të presin që një ditë ai të telefonojë dhe të thotë që është shëndoshë mirë. Por dhe sa do të zgjas kjo pritje, këtë ende nuk e din.